Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina wa Nabiyina Muhammad, wa ala ahlihi tayyibin at-tahirin, wa sahbihi al-muntajabin, wa ala jami'i al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithëmëshirshmit me shërplatit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammad, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanuhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit të Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës të duam Allahun, të zbatojmë urdhrat e tij dhe të qetësojmë shpirtin. Njeriu gjatë gjithë jetës së tij është në kërkim të lumturisë, qetësisë dhe sigurisë së tij shpirtërore. Në një botë të mbushur me sfida, shqetësime, padrejtësi dhe sprova të ndryshme, shumë njerëz kërkojnë qetësinë në shumë gjëra të tjera materiale. Mirpo, Islami na mëson se qetësia e vërtetë e zemrës nuk gjendet në gjërat kalimtare të kësaj bote, por në dashurinë ndaj Allahut dhe në zbatimin e urdhrave të tij. Kur zemra lidhet me krijuesin e saj, ajo gjen prehjen që nuk mund të ta jap askush. Allahu i madhëruar thot në ajetin 28 të surës Ra'd, të gjithë e dim ajetin e famshëm për qetësinë e zemrave, ku Allahu thot, vërtet me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Ky ajet na tregon qartë se burimi i qetësisë shpirtërore, themi, është lidhja me Allahun. Sa më shumë ta njohim, ta duam dhe ta kujtojmë Zotin e gjithësisë, aq më shumë zemra jon bëhet e mbushur me dritë, me shpresë dhe me siguri. Dashuria ndaj Allahut nuk është vetëm një ndjenjë që qëndron në këtë zemër, por ajo duhet të shfaqet dhe në veprat tona. Një besimtar që e do Allahun, përpiqet të zbatojë urdhrat e tij, të largohet nga mëkatet dhe të ndjek rrugën e drejtë. Dashuria e vërtetë, pra dashuria ndaj Allahut, kërkon bindje dhe përkushtim ndaj Zotit të gjithësisë. Ashtu siç një njeri përpiqet të kënaqë atë që do në këtë botë, dhe besimtari duhet të përpiqet çdo ditë më shumë të fitojë kënaqësinë e Allahut, duke jetuar sipas udhëzimeve të Zotit të gjithësisë. Allahu thot: Bismillahirrahmanirrahim. Thuaj, nëse e doni Allahun, atëherë më ndiqni mua, që Allahu t'ju doj dhe t'ju fal mëkatet tuaja. Ajeti 31 i surës Ali Imran. Ky ajet tregon se dashuria ndaj Allahut lidhet të ngushtë me ndjekjen e rrugës së profetit Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, i cili ishte shembulli më i përpsosur i bindjes ndaj Allahut. Kur njeriu zbaton urdhrat hyjnore, ai fiton një disiplinë shpirtërore që e mbron nga shumë shqetësime dhe probleme të ndryshme. Namazi, agjërimi, sadakaja, respekti ndaj prindërve, sinqeriteti dhe mbi të gjitha drejtësia janë vepra që jo vetëm që e afrojnë njeriu me Allahun, por edhe e pastrojnë zemrën e tij nga smira, nga urrëtia dhe nga ankthi. Prandaj, ai që don Allahun dhe zbaton urdhëresat e tij, në ato momente gjen qetësinë dhe prehjen shpirtërore. Sa herë që besimtari falet, ai dorëzon Allahut shqetësimet e tij dhe merr forcë për të vazhduar jetën me besim dhe me durim. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ka thënë: më e dashura prej veprave tek Allahu është ajo që bëhet vazhdimisht, edhe nëse është e vogël. Dhe ky mësim na tregon se qetësia shpirtërore nuk arrihet me veprime të rralla dhe të përkohshme, por me një lidhje të vazhdueshme me Allahun dhe me përpjekje të përditshme për të zbatuar urdhëresat e tij. Një nga pengesat më të mëdha për qetësinë e shpirtit janë mëkatet. Kur njeriu largohet nga Allahu dhe ndjek dëshirat e tij pa kufi, zemra fillon të ndjejë një boshllëk dhe një shqetësim. Sepse shpeshherë njerëzit mendojnë se lumturia gjendet në kënaqësi materiale, por pas një kohe kuptojnë se ato nuk mund ta mbushin zbrazëtinë e shpirtit. Vetëm kthimi tek Allahu dhe pendimi i sinqert mund të rikthejë qetësinë e humbur atyre. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: ai që e njeh Allahun, zemra e tij qetësohet. Pra, njohja e Allahut është çelësi i qetësisë së vërtetë. Sa më shumë që njeriu mediton mbi madhështinë, mëshirën dhe urtësinë e Allahut, aq më shumë largohet frika e tepërt nga krijesat dhe forcohet besimi
se çdo gjë ndodh me urtësinë e Zotit të gjithësisë. Shembulli më i shkëlqyer i dashurisë dhe i bindjes ndaj Allahut është Imam Huseini paqja qoftë mbi ta. Në ngjarjen e Kerbelas, ai u përball me sprova të jashtëzakonshme, por zemra e tij mbeti e qetë dhe e mbushur me besim. Ai e dinte se kënaqësia e Allahut ishte mbi gjithçka tjetër. Edhe në momentet më të vështira, ai nuk u largua nga e vërteta dhe nuk hoqi dorë nga parimet hyjnore. Dhe kjo na mëson se dashuria ndaj Zotit të gjithësisë i jep njeriu forcë për të përballur çdo vështirësi. Në jetën e përditshme, dashuria ndaj Allahut mund të shfaqet në forma të ndryshme, si për shembull, duke falur namazin në kohën e tij, duke lexuar Kuranin, duke ndihmuar nevojtarët, duke respektuar familjen dhe duke treguar moral të mirë me njerëzit përreth nesh. Çdo vepër e mirë e bërë me sinqeritet për hir të Zotit të gjithësisë është një hap drejt qetësisë së zemrës tonë. Imam Sadiku paqja qoftë mbi të ka thënë, zemra është shtëpia e Allahut, prandaj mos lejoni që në të banoj tjetër kusht përveç Zotit të gjithësisë. Kur zemra mbushet me dashurinë e Allahut, ajo nuk robërohet nga pasuria, fama apo dëshirat kalimtare, sepse ajo mbetet e fortë në kohë vështirësish dhe falenderuese në kohë begatie. Prandaj të dashur vëllezër dhe motra, qetësia e vërtet shpirtërore nuk arrihet përmes gjërave materiale, por përmes dashurisë dhe zbatimit të urdhrave të Zotit të gjithësisë. Njeriu që e kujton Allahun, i bindet Zotit dhe ecën në rrugën e drejtë, fiton një paqe të brendshme që nuk mund të merret nga asnjë vështirësi e kësaj bote. Prandaj, le të përpiqemi të forcojmë lidhjen tonë me Zotin e gjithësisë, të qëndrojmë në këtë rrugë të palëkundur, të falenderojmë Allahun çdo ditë të jetës sonë. Dhe në këto momente, nëse ne falenderojmë Allahun dhe bëjmë çfarë Allahu na ka urdhëruar ne, zemra jon jo vetëm se gjen qetësinë, por reflekton mirësi, dritë dhe qetësi edhe tek njerëzit përreth, përveç faktit që ajo është edhe e qetë nga brenda. Allahu na dhënë të lumturi në këtë botë dhe në botën tjetër dhe të fitojmë shefaatin e profetit dhe hlibetit të tij në botën tjetër, pra ndërmirësimin e tyre dhe të fitojmë pra xhenetin e Zotit të gjithësisë. Amin o Zoti i botëve. Në këtë momente të dashur vëllezër dhe motra, duke u lënë në mbrojtjen dhe ndihmën e Allahut xhaleshanhu, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia e Allahut qofshin mbi ju.